ju e thatë që Shtetet Bashkuara janë dhe administrata Trump është bën hapur në mbrojtje të mënyrës se si Izraeli po e zgjidh çështjen e Gazës dhe në mënyrën më afatgjatë se si Izraeli mendon ta zgjidhë çështjen palestineze. Ai reagimi i administratës Trump për të penguar të aktivitetet në kuadër të mbështetjes së shtetësisë palestineze në Organizatën e Kombeve Bashkuara është një reagim tregon në një mënyrë edhe frikën ndaj këtij procesi që pritet të zhvillohet në Organizatën e Kombeve Bashkuara. Me nismën e dy shteteve të Francës, një edhe të Arabisë Saudite do të marrin samit, bëhet fjalë për pas dy ditësh, pra me objektiv kryesor çështjen e shtetit të Palestinës. Pra, edhe presidenti Macron dhe Arabia Saudite po përpiqen që në këto kushte ku ka një mbështetje të fuqishme amerikane ndaj Izraelit, ta mbajnë gjallë idenë e zgjidhjes me dy shtete. Pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme për momentin, sepse kështu si po shkon, nëse nuk do ketë një angazhim të tillë ndërkombëtar, diplomatik, nga shtete të përgjithshme, të cilët i kritikojnë veprimet izraelite, shkeljen e librave të drejtat njerëzit dhe vrasjet dhe krimet e luftës e tjera, kjo çështje do kalonte drejt harresës, domethënë, dhe përfundimisht Izraeli pastaj këtë do ta merrte si një mbështetje edhe për pastrimet në bregun perëndimor, ndërtimin e kolonive të reja, pra për vdekjen që në embrion të idesë së një shteti palestinez. Dhe këtu pozicionon gjithësisht Izraeli që ta bëjë kjo klasë politike që është aktualisht në Izrael, pra me në krye Benjamin Netanyahu, ka ngjallur reagim edhe e kundërshtia nga vetë izraelitët. Shohim që ka nga vetë populli i Izraelit, nga vetë një pjesë elitës politike izraelite, të cilët nuk janë dakord me këto veprime që po kryen, sepse duke qenë një pjesë elitës të përgjithshëm mendojnë që përgjithshmëria apo merita një klase politike është që të investojë për sigurinë e brezave që vinë, jo të investojë për konfliktet të tjera të ardhshme apo në futjen në një rrugë paktim mbrapa. Dhe administrata apo qeveria e Netanyahu me politika që po ndjek, po investon për një rrugë paktim drejt konflikteve të ardhshme. Këtu është interesante nëse ju doni ta trajtojmë edhe në aspektin e krizës në linjën e mesme. Domethënë, linja e mesme përfundimisht po radikalizohet. Shtetet po ndjejnë veten të kërcënuar tashmë nga Izraeli. Ajo nisëm që filloi presidenti Trump që sulmi në Katar e tregoi këtë apo jo, sepse Izraeli tregoi që nuk njeh kufi dhe që nuk do të ndalej duke sulmuar Hamasin vetëm në rripin e Gazës, por duke shënjestruar edhe shtete në një farë mënyrë aleate dhe që ndërmjetësonin për paqen siç ishte Katari. Absolutisht po, bile duke goditur delegacionin që do merrte pjesë në bisedime. Atëherë me këtë do ta bëj. Kjo vetë ai sulmi izraelit në Katar ndaj delegacionit që merrte pjesë në bisedime ose që përgatitej ose që po ishte vendimarrës për çështjen e planit të paqes, tregon vetë thelbin e politikës izraelite. Pra ata nuk janë të interesuar për vendosjen e një paqe. Kjo tregon ishte një demaskim i hapur. Dhe pati që nuk arriti ato rezultatet që priste Izraeli në farë mënyrë që një bumerang ai operacion. Por çfarë ndodhi? Kjo bëri që të zgjohen gjithë shtetet e linjës mesme dhe ta kuptojnë që Izraeli është ajo që ata nuk po njeh më kufi. Pra, është krijuar duke pasur një mbështetje amerikane, po mendon që amerikanët do ta mbështesin në çdo marrësi që ata do të bëjnë. Kjo pastaj nxiti një reagim në linjën e mesme, 2 ditë më përpara mbajt ajo që quhet një konferencë e Organizatës së Brendë Islamike